Për të 7 vit radhazi, qyteti Ersekës ka festuar ditën e verës me një organizim të veçantë dhe një atmosferë plot gjallëri. Qytetar, grupe artistike dhe anvisa kolonjare u bën pjesë e festës, duke kthyer sheshin e qytetit në një hapësirë me ngjyra, traditë dhe muzikë. Një nga elementet më të veçantë janë gatimet tradicionale që anvisat sjellin për vizitorët, duke prezantuar shijet karakteristike të kolonjës. I kam trashëguar të gjitha, domethënë ato të vjerave, të mamave, të gjitha. Fillimisht bëjmë verore. Sot të darkë bëjmë verore të bardhë, të kuq, me të bardhë, dhe i vëmë në përduar për vete fëmijëve. Tek pragu i shtëpisë, marrim thana, dhe thane i thëmë. Me misra, me kulaç, me ato manushaqet, me ato luledelet, dhe të tërë të gëzuar. Zjejmë vezë, bëjmë kulaç, ëmbëlsira. Sipas kryetarit të Bashkisë Kolonjë, aktivitetet e organizuara për këtë festë i japin gjallëri dhe atmosferë festive sheshit Rilindja, duke bashkuar banorët dhe vizitorët. Dita e verës në Kolonjë nuk është një festë që buron tani prej komercialitetit që kjo festë ka marrë prej kosh, po si një rit pagan i festuar në shekuj që buron me dispërzire traditash të riteve fetare dhe pagane i lira. Ndërkohë, dita e verës është festuar edhe në qytete dhe fshatra të tjera të juglindjes së vendit, ku banorët kanë ruajtur traditat që lidhen me këtë festë.